Ditë more vëlla e gjatë 1000 vjet, jo nuk pe njeh nana të birin e vet, të ka plon trishtimi, të ka plon huti, kur delsh para Zotit me dhallogani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala mab'uth rahmatan lil alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa man istanna bi sunnatihim ila yawmiddin wa ba'd. Allahun e falenderojmë për këtë falë dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb, ndërsa të cilën e të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Lënë radhë parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke e lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Sonte inshallah taala do të vazhdojmë me shpjegimin e librit Kiameti i Madh. Kem arrit tek tema e radhës që autori i librit ka rëndit. Thot halul atqiya, gjendja e të devotshmëve, gjendja e njerëzve të përkushtuar në ditën e Kiametit. Si do të jetë gjendja e të devotshmëve kur do të ringjallen, kur do të dalin nesër për Allahu te bareke o taala. Këto e trajton në disa kapituj. Kapitulli i parë është njerëzit do të jenë të tmerruar, njerëzit do të jenë të tmerruar në ditën e Kiametit, por të devotshmit, të përkushtumt, nuk do të kenë frikë. Allahu na bof prej tyne. Allahu na bof prej tyne, ja Rabb. Na bof që kur kemë me dalë para ti, mos me pas frikë, mos me pas mërzi, mos me pas trishtim, se gjitha këto njerëz kanë me i pas në ditën e Kiametit. Pa dyshim se një kategori për kategorive të njerëzve që janë të devotshmit, Allahu te bareke ve taala do t'i nderon ata, do t'i bën që ata të jenë të sigurt në ditën e Kiametit. Do të kenë siguri. Edhe kjo vjen si rezultat i imanit tëne që e kanë pas në dynja, qëndrueshmërisë tëne në rrugën e drejtë, bindja ndaj urdhnave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për atë thot Allahu në Kur'an, e përshkruan Allahu momentin kur kanë mu ringjall krejt njerëz, po tash ne e kem muhabetin tek njerëz e devotshëm, si ringjallen ata. Allahu te bareke ve taala e përshkruan librin e tij në surën Anbiya, ajetin 101 deri në ajetin 103, thot Allahu te bareke ve taala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi ma ishtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فت الله تبارك وتعالى شاء والله بالله القرآن الداشرت أمي الله نقا begatu me Kur'anin, نقا begatu me Kur'anin, e pastaj pej begatis edhe e bën edhe më të bukur këto kur na e besojmë Kur'anin, se Kur'ani është për krejt njerëz, po krejt njerëz nuk e besojnë Kur'anin. E ty e mu, Allahu te bareke ve taala, po asnjë mund, mos kujto që ti edhe unë që e besojmë Kur'anin,
ja ke bot të hizmetin asaj pune. Jo. Allahu të ka zgjedh, ti i përzgjedhun. Ai ka dosht me ta zbut zemrën, e me ta mbush zemrën iman, edhe me të bo besimtar. Me të bo besimtar dhe me të bo pej shreshtit, safit Kur'anit. E kjo begati, se ka një herë, shejtani mallkum dynjan këtë jetën e kësaj bote, se jetën këtë botë ka vështërsi. Ka do të thotë stacione ku ne kalojmë në to dhe ka një herë kënaqem, ka një herë mërzitem, ka një herë bëjmë qef, ka një herë hekim. E shpesh shejtani ka na mashton na kem qef veç këtu, çka jo në me qef, me bo qef, me pas një jetë rahatshme. Ama e harrojmë një begati që smatet me kur gjohë smatet. Është begatia islamit, begatia imanit, që o pasurin vete. Që unë e kom përmend disa herë, edhe du me e përmend edhe sonte, që desha se këto fjallë du të me në mbetën mendje edhe me i rujtë sikurse si margaritartë që shëruhen. Ejub Sekhtijani, ky alim i madh, ky dietar i madh, ky muhaddith i madh, ky haditholog i madh, në ditë prej ditëve e kanë po nxënësat e tij po kanë hoxha. Ju kanë afru, kanë thonë hoxh pse po kanë. Çaki. Po thot po kaj thot pikëzimit thot se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka 100 mëshira. 100. 99 i kalon për ahiret. 100 nimete sa thash mëshira falem ne. 100 nimete. E një na kalon thot këtë dynja që na mu shërby me ta. E ajo çka është Islami, thot e Allahu thot më ka godit mu me ta. Thot e atërë po kaj pikëzimit që më ka godit me ta, po të njëjtën kohë pe ka bëllë një frikë që mos po ma merë, mos po më ikë. Po Islami dashurit e mi mundet me të ikë Zotin Arujt. A të gjush ikë Islami? Islami ikë Zotin Arujt kur ti nuk e qëtë në vendin ku duhet me qitë. Me bo Allahu me pon zemrën tonë dhe që pjanë zën vendin Islami dishka tjetër, vallahi është rrezik thojnë ulemat me ta marë Allahu Islamin. Sa Allahu kur ja jep thot një begati një populli, edhe ata e shpër kujdesin ato, si ja jepin vëmendjen, nuk e bojnë shqyqër Allahun për to, Allahu ja u merë. Allahu mos na e mort imanin, mos na e mort Islamin, vallahi më mirë me na e marr shpirtin për para se me ta marr imanin, se vallahi billahi me bu me ta marr Allahu imanin, Islamin me ta marr, ku për ty e për mua. Allahu te bareke ve teala shishash ka thot, edhe këto ajete jonë plot jetë dashurit e mi për besimtarin, se që thash jeta ka peripeti, ka vështësi, ama kur besimtari lexon këtë libër, mediton rreth tij, e merr vesh se çka do që ka kalon, në çka do që po hec, vallahi e ka një fund. Çish ka thot Allahu te bareke ve teala. Edhe kemë kuptu këto që e thash, e ka një fund, në fund ajetit është çka unë jam inspiruar dhe pe i tham këto fjalë. Thot Allahu, ndërsa ata të cilve u ka pri atyne mirësia jonë. Sabaqat minna al-husna. Sabaqat lahum minna al-husna. Shtë al-husna, mufassirit kërë komentoj që të pjesë lënë, es-saadetu wal-iman, lumturia, imani, lumturia rallë është një iman. Në besim. Nuk është në rraqet dynjas, nuk është në harame si disa që mendojnë. Disa mendojnë në për harame është lumturia. Jo, së është aty. Dikush mendojnë se terakia është lumturia. Po ai pen, si ti pen 2-3 janis me dhim kryt, pihet, s'din çka fol, s'din çka bën, apo she kthehet. Ai niset për mu lumturu, përfundon në mjerim. Tash mos janë nisi me i përmend shumë punë të ndyta që njerëz mendojnë që janë lumturi, realisht aty s'ka lumturi. Aty ka veç azab. Allahu po thot, ndërsa atyne të cilve u ka pri atyne mirësia e jonë, qysh me parë, do t'jenë largë nga xhehenemi, qërë e para punë. Subhanallah, nesër kur del para Allahut ti, edhe une, me ardhë me lajket,
edhe me të përgëzu me thonë, mos tut. Ti me xhehenem s'ki të bëj. Wallahi billahi, kjo është shumë e madhe. Wallahi na përshëtojmë dynja. Na jetojmë dynja që kur dalim pe kësaj dynjaje me na orë përgëzime, sikurse ajetet që i lexovan në rekatin e parë. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ata që thanë Zoti jon është Allahu. Pastaj që ndrun kësaj thotë, tatanazzalu alehimul malaika, malaikat ju zbresin. Kur? Në agoninë e vdekjes kanë thonë ulemat. Hala pa dalë pi dunjas, malaikat zbrasin, edhe çka thonë? Alla takhafu wala tahzanu, mos u tutni, mos u pikllani. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Përgëzime për ju xheneti, kohë për ju që është premtu. Pastaj Allah thot në ajetin tjetër, la yasma'una hasisaha wa hum fiha mashtahat anfusuhum khalidun. Ata nuk e ndejnë, nuk i ndëgjojnë, nuk e dëgjojnë zhurmen e tij. Xhehenemi dashurit e tij, dashurit e mi e ka një gërham e ka. E ka një zhurm. 2 herë ndihet gërhama në ditën e kiametit xhehenemit. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ndihet gërhama e parë, shumicën e njerëzve i lëshojnë komt, se mbajnë komt. Illa men rahim Allah, veç kanë Allah e kam shiru. E ata jonë muttaqin, të përkushtumt. Krejtë si mbajnë komt, kur janë dinë veç ka, veç gërhamën, zhurmën e xhehenemit. La ilaha illallah. Veç zhurmën. Po Zoti na rujt, naudhu billah, me hinta, Allahu na rujt neve dhe familjarët tonë dhe këtë musliman prej tij. Thot la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Ata nuk do ta dëgjojnë zhurmën e tij dhe ata do të jenë përgjithmonë të kënaqur me atë që dëshirojnë vet. Pastaj thot Allahu, vazhdon ajeti, thot Allahu te baraka ve taala, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ata nuk do t'i shqetësoj as frika e madhe e fryrjes surit, se fryrja e surit kur fryhet, ata kemë me kuptu inshallah se tash vin temat të suri, na halajna në gjysë librit, ka shumë tema që kena me trajtu. Kur fryhet suri, çfarë zhurme ka, qysh tek. Thot Allahu, thot, ata nuk i kap, nuk i shqetëson frika e madhe e fryrjes së surit, dhe do t'i presin me lajket, Allahu akbar, duke ju uruar, duke ju thonë, kjo është dita e juj që është premtu. Qëtash, a e na gjallëna? A e na gjallë? Apo bërtet që kjo hoxha më volu, apo këtë që të fjallë që të thonë në pivetita? Jo, pasha madhni në Zotit, me anis me volu në pivetit, jo një herë e veni që ma keni hatrin, e asin në ndyta në dhunë, jo, ma s'kem vakt me shku me to me ndiguna kopallat tina. Se dhe keni një punë matë meshme me bon shpite juja me familjarët e ju të krejt. Po, na po mundohem që ta shka lexova, këtë që ka thash lexova për Kur'anit. Kur'ani, se e ki pa dhe ka njerë mërë një djali ri që të tha, hoqë po na bëjmë probleme, ka njerë disa profesora, po jo dëse si profesora, që fa profesora këna na? O zëtë o zëjt, unë jamin. Allah ju të zoftë. Vetë që me u shpjegu landën në zansave, janë një shtyjet e merë, si të merë vesh aty thushtin klas, këtë klasën e ka të safit parë. Këtë klasën e ka të qabe sa vëtan. Që në shumicën e klasave, nëse jonë 2-3 që i bojnë namaz, du të bjau pus balin. Aty klasë ka dunëgji, ka rakigji, gjeshka ka, s'beret profesori me ta. Si të nërvesh që një djallë për falet me ta, edhe janë njësë polimizojnë. Tha hoqë për na polimizojnë, për na thojnë kështu e. Tha një profesor në tha, kush harë pjasa i bote. Tha shmerë një Kur'an me veti, në gjuhën Shqipe, kësit hinë orthuj, mirdita profesor, ka bo selam hoqë Arnes shumë. Hoqë Arnes ka bo selam shumë, ta ka që hedije një Kur'an gjuhën Shqipe, është i stërmbu shumë, me lajme për i botës tjetër. Qka së mërvesh, shkon gjamin e kur shumë lisë, unë jam ardhë me mësu këto, të lutem në mëso landën, ose për ndryshe, unë ka me ardhë bashkë me hoqën të drejtori, kena me bo një ankesë, unë nuk kam ardhë me më polimizu këto, mund baba e nona më kanë përru shkollë me mësu. Thash që shtu du të me thoni bë. Edhe kush ju bojnë të lashe, ka zëmë një mu, thash valla unë e vi mirë në me ta. Sa ti du të me i kalëzu si pej taksave tona e me rogën. Na i qoj me vlatë tonë shkollë, me na i mësu shkollën. Jo me mbajt aj profesori, a ke besimtar, a s'ke besimtar, s'ka nevoj mi promovu do me thonë aj bindjet e ti, për deri sa shteti janë, po do të është lajek, feja është, ose do të në kalzojnë,
Po këtu të na laiciteti i këtij shteti ta veç për islamin është. Për tjerat jo. Se si po vinë hala parkoa krishtlindjeve, shkollat e fëmijëve tonë këtë apo i qesin mbredhat ato, simbolikisht është ajo. Po, simboli fesë është. Hajtë që tash, a Bajrami tash, a dhe një Bajrami. Hajtë shkon shkolla këshira, mës ke pa dikuna për shkolla urime Bajrami. Pse bojnë këto? A pitoksave tona paguhen. Pitoksave tona. Ama prindi du të me shku si prindi me thonë, unë e kompru e vladin te me kompru, me mësu tuk shalut, mos me mangu zgjallin a këtonë. A falet, as falet, kështje për logarit ty. Unë jam kujdesari ti. Allahu te bareke ve taala shqon këtë ajë që po thot. Me lajket do t'i presin dhe thonë, kjo është dita ju që është premtu. Xheneti është premtu pi Kur'anit dashurit e mi. Është premtu dhe xheneti është hak. Wallahi kush i bën punë të xhenetit, pasha Allah ka me hyrë në xhennet. Wallahi billahi kush i bën punë të xhenetit ka me hyrë në xhennet. Kush s'bën punë të xhenetit s'ka xhennet. Tash do wallahi është tregoj, jesë të është tregu. Si unë ai që është tregoj është liraj. Që këna ka kallzu. Që këna ka tregu kush janë punë të xhenetit dhe xhenemit. Tash të këshire veten. S'ka njerëz ditën e kiametit janë dy grupe, grupi i xhenetit dhe grupi i xhenemit. Jepi grupi i xhenetit që më kon xhenetli. Allahu na bof pëtyn ya rabbel alamin. Në ditë sot autori i librit Thirsi i Rahmanit e bën një thirrje për më jep çka? Rahati. Më jep siguri. Më jep qetësi robëve të sinqert të Allahu që në konë robë muttaqin, kanë qenë të përkushtum, devotshëm, i kanë dejt në vi urnëve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thirësi ja ibadi la khawfun alejkum al-yawma wala antum tahzanun. Thirësi, kush a thirësi? Kush guxon me i thonë krijesa me thonë o robrit e mi pas Allah subhanahu wa ta'ala. Kush? Jo ndodh disa grupacione pej muslimanëve kanë ndosh me mohu se Allahu fol. Kur'ani i stërmbu shumë me kundër argumente ndaj tyre. O robrit e mi, a guxoj me lajket me i thonë njerëz o robrit e mi. Jo, se kjo kufër o fjalë kufrit. E ke marrë vesh na që o fjalë kufrit e me lajket se kanë marrë vesha? E tani del dikush argumentohet me këtë fjallë, thot, me lajka fol, pse Allahu nuk ka kadir me fol? Wallahi Allahu, besimi e hallusinetit është Allahu fol me fjallë. Dëgjohën, i ka fol Musa a.s. I ka fol pejgamberi s.a.s. për mes perdes. I ka fol shumë pejgamberëve i ka fol. Allahu te bareke wa ta'ala i thot, ja ibadi, la khawfun alejkum al-yawma wala antum tahzanun. O robrit e mi, nuk ka frikë për ju sot dhe nuk ka pikëllim mërzi për ju. Alladhina amanu, kush ka ndash dikush thot mirë hoq, asjon krejt krijesat njerëz e gjen krejt asjon në rob të Allahut ta? Po, ajon krejt janë rob të Allahut subhanahu wa ta'ala. E tash Allah pithir ka, ja, qëre tash, pas kjo ajeti, por pas ajetit vjen veçoria e kush janë ata rob të Zotit që kanë mu thirr ditën e kiametit. Thot alladhina amanu, ata që kanë besu. Ata që kanë besu, a veç kaq? Alladhina amanu bi ayatina, ata që kanë besu faktet tona, argumentet tona, e kanë besu Kur'anin, nuk ka thonë Kur'ani, tha jo bre këte në prallat të gjallarve, prallat të gjallarve, anjani, hajti, pralla, se kur për vjen dega tani më vitë të gjamia, hajte fri pak mi këtu Kur'an, pa i kërë kom të veta, u kush në kursi e kanë di për Kur'anin, tash hoxha me Yasin vel Kur'an il Hakim dhe që në gjep. Ja s'kan kështu. Nuk s'kan kështu Haji Baba, Allahi mërzitet dikur, pasha Allahun, nuk moj se që vallahi që kë ka me fol. Ditën e kiametit, nëse kena kundërshtu, ka me thonë, ja Rabbim kanë kundërshtu.
E çka do që të vjen në dynja, ma e lehtë me e kalu se në ditën e kiametit. Se kur të vjen moment, kur ju vjen agonia e vdekjes, hajde pak me i këndu Kur'an. Allah i mi abohë gjallar pej qabes atje, pej qabes, rendejnë pej auton, kejt me a këndu. Si ban fajde Kur'ani ati që se ka besu Kur'anin. Kur'anin du të me jetu me të sa je gjallë, me punu me to, me lexu me to, me punu me urnat e ti, me qunë vend urnat e ti, me u largu për ndalesave që kanë ndalu. Po, qështu, po se sënnet është, vallahi billahi sënnet. Mos kujto që ki veprim që ka mbet të populli jonë, nuk ka pifes, jo pifesa. Po është tjetërsu, se një musliman i mirë, që koni kibles, i namazit, i Kur'anit, kur në agonin e vdekjes, është prej sunnetit me shku me a lexu surën Yasin. E mi lexu diçka pi Kur'anit. Ka plot, që talë me bo me anis, ka plot raste që i kanë ardhë edhe ju kanë këndu Kur'an. Ma atyne që e kanë besu Kur'an, kanë jetu me Kur'anin. Jo, me do që e kanë lunë Kur'anin veç mbi viseqa, aty mbi komoda, a i njohën i tha hoqë i kom, tha një 15 Kur'ana, 15 Kur'ana dhe i kom. Në gjithë më kanë dalë një gjahilin. Thash, a i ke lexu? I shala. Ani, thash, ma shala, me veti, dorë të koftë. 15 Kur'ana, asë joni se ka lexu. Qka i bëj fajt, a e ka veç? Po, kjo dashamiri Kur'anit. Ani, mira, petë. Ma unë se marë guzimi, së dërështë ta ma me nësë janë ngështat, ja vësha kjo i ka vledhë se i dënë Kur'anin, i da shumë, a i të ka përfytin ditën e kiametit. Thot pëse s'ke kalëzu që du të me lexu Kur'anin, së është Kur'ani me qitë në mbi komod aty. Qështu du të mi kuptu meselit në të fesa, ma na jetojmë në kohën e fasades. Mashallah, edhe 15 Kur'ana i ka, po kështë me lezo Kur'anin, qërë fajtë e ban Kur'anin që ka qitë në mbi komod aty. Jo, ka mujtë me qitë, po qka donë mërë krokodilët të qëtë në bia ty qka kogojle, puna e ti është ajo. Kur'ani nuk o për veseqe, Kur'ani nuk o për komoda, Kur'ani o me lexu, me studiu, me mësu, me punu me to. Që kjo është Kur'ani. Allahu subhanahu wa ta'ala tha, alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimina. Tha, ata të cilët kanë besu, do të thirën e vëllat e Allahut, robët e Allahut, do të thot s'ka frikë për ju, nuk ka mërzi për ju, jon ata që kanë besu Allahun, i kanë besu fakteve të Allahut, wa kanu muslimin, edhe në konë musliman, në konë. Qka për fjalla musliman? Unë e shpesherë konë thonë, e konë përmen, a kishë ditë dikush, se vedeni, unë e kom adet në stop pës, fjallën musliman dikush me ma spigu. Kush e din? Fjallën musliman, që qëta që në amledhë që të gati 50 vete, na? Tu dojë që të vijë, që të ka kalojnë, në ndë thotë, ka darbe? Musliman, që ka fjallën musliman? Hajde, valdëni, po vonë me dur kështu. Allahun gjenet qoftë. El-islamu hu el-istislam. Islami jo, më ju dërzu, qkafit, kuj? Allahut, urdhnave ti, obligimeve, detyrimeve. Islami ka, apo shë, me po me janis që shtu me i tirë që thot populli, shumë kush së nëzën vend këto. Shumë kush se Islami e thot, le busa, anë mira, a ju ki dërzu Islamit? A falesh? Jo. A gjeran? Jo. Ama gjyshin më ka falë. O, le gjyshin të ka falë. Te a falesh. Le gjyshin. Allahu në drejtoftë në falë, ja Rabbel Alemin. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala në ajet tjetër thot, Ela inna awliya Allahi la khawfun alejhim wa la hum yahzanun. Me të vërtetë thot Allahu, evlijat e Allahut, për evlijat e Allahut, për të dashurit e Allahut, për miqtë e Allahut subhanahu wa ta'ala, janë ata të cilës nuk do të ketë frikë për ta, dhe nuk do të ketë pikëllim mërzi. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata të cilët kanë besu dhe kanë qenë të devotshëm. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Për ta ka përgëzim dunja në ahiret. Edhe i pyetje shpejt. Që të ajeti, për ta ka përgëzim dunja në ahiret, çu shoh përgëzimin dunja, kush din me na kallzu?
Një është, po aty është momente e vjekët për gëzimi, po duhet dhe një, ajo momental, ma përpara. Bravo, Kurani i përgëzum, ishtë të mbushur me përgëzime për botën tjetër. Përgëzim të vjen dynjat, ka ardhur pejgambert, a kanë ardhur. Pejgamberi sa që au kon puna e tij. Beshiran wa nadhira, përgëzues dhe çortues. A pse pejgamberi përgëzues dhe çortues? Kjo në një farë lloj replike dove që mendojnë me mbajt xhamatin veç të i limu. Ja, kush e mban xhamatin veç të u limu, zdrom u limu për xhenemit. Ahlu sunna wal jamaa i liman i përgëzan. I përgëzan, ju jep shpresë, ju jep frikë. Ibnul Qayyim rahmetullah alayh ka shpjeguar shumë bukur këtë. Ibnul Qayyim rahimullah ka thonë, besimtari duhet me jetu mes shpresës edhe frikës. Ka thonë besimtari jeton mes shpresës edhe frikës. Ka thonë i përgjason një zogu. Trupi i tij është tawakkul, mbështetja në Allah subhanahu wa taala. Krah të zogut është shpresa edhe frika. Nëse ndonjëri për këtyne dy krahëve është i lëndum, zogi s'mundet me fluturum. Me po me jep njerëzve shpresë, hajt ti, a fa la ilaha illallah. Musliman, i don musliman. Po i do, mirë e hesti, ja ka dalë s'bë kështu. Po, mirë kjo, po jo ka dalë se nëse s'falesh, o problem. Nëse sepse sotin, o problem. Nëse sa gjëron, është problem, du të mi kalzu, sa ajo më pasojat. Ato pasojat e kanë një lloj frikë në vete e kanë. Pastaj, që është sekreti që Allah subhanahu wa ta'ala e ka përmend, sekreti i kësaj sigurisë. Tash, na i përmendem ajetet, se robët e Allahut pas kanë siguri për Allahut në ditën e Kiametit. Çka ka sekreti? Që ju pas ka bokta me pas qëtë siguri, që shka thot autori i librit, thot sekreti i kësaj sigurie, është se zemrat e tyre në dynja kanë qenë të mbushura me frikë ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Ju kanë tutë Allah. Se ka arë në hadith, dhe që e këtë hadith madhë, pejgamberi s.a.s. që është hadithi i Shaddad ibn Ausit, radiallahu anhu, në Rasul s.a.s. Qala Allahu azza wa jal, hadithi qudsi. Ka thonë Allahu, wa izzeti wa gjelali. O betu Allahu në krenarin e ti dhe në madhrin e ti, ka thonë, pasha krenarin time dhe madhrin time. Dëgjeja. La e gjma'u li abdi emnejni wa la khaufejn. Nuk ja bëj, ka thonë, bashk robit tem, dy sigurie dhe dy frika. Dëgjeja hadithin. In hua aminneni fit dunja e khaftuhu joma e gjma'u fihi ibadi. Tha nëse a i tha, undi i sigurt në dunja. Undi i sigurt, thot, ka me frigu atë dit kur ka mi bo tub rëbt e mi. Dhe dhe në ditën e Kiametit. E nëse thot, wa in hua khafeni fit dunja, e nësa në dunja mu ka tut mu, ammentuhu joma e gjma'u fihi ibadi. Ka mi jep sigurin në ditën e Kiametit. Që kjo është imani doshtë. Që kjo aty që edhe mu në bënë që mu uqunë 4 sabah, kur ndoshta e ngregju mi fort. E ka pit 3-ve, dhe i ka 4 e gjysë, jo ka bova. Pit 3-ve dhe i ka 5. Pit 3-ve dhe i 5. E ka orarin rojen e ka të mirë. Se pit 3-ve dhe i 5 i del vakti sabahit. Mas 5 veki, po 5 e një minuta e vete sabahit, qohë. Sa boj shkoj, me ty e kryva, ta shqovaj, ti ku ka të ullura, sa boj shkoj. Ama nuk ka letu i dashurem ti me rujt gjithë ditë Zotit mu qu, me dal, me arë në gjami, mu fal. Ftaft, ta shapetja ka njësit e zetë, se në zetë, mirë, masha, ama kur po ftaft ti ma us. Dhoma e në zetë, ja shumë ftaft. Ama mu'mini kër e kujton zjarmin e gjehenemi, se gjehenemi është edhe me të ftaft. Wallahi i vjen flat i vjen. Edhe wallahi billahi qaj që jeton jetën e ti, të i që urnat e Zotit në vend, edhe të e pas gajle me i që urnat e Zotit në vend, pasha Allah kam jep Allah sigurin ditën e Kiametit. Wallahi kam jep Allah siguri. Se ka njëherë do këto farrete sociale, pishani i këshyri ka herë komedet një bashkëqytetar jani,
Tha hoq bre pse për kaç sigurt po fol ti ki pa dynja. O miskin, o i shkret. Se unë se kom zakon mi u përgjigj në këto, po talë për përgjigjë më si po na përcil, tha ju përcili, po të thëm, o i shkret. Hoxha se ka pa gjennetin e gjehenemin fizikisht. Ama e kom ledzu edhe çdo ditë këtë për gjennetin e gjehenemin, që tash të kallzova diçka prej gjennetit dhe gjehenemit. Fjala pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shpallje. Pejgamberi sa po thot, kush ka më frigohet mund dynja, Allahu po thot, kush më frigohet mund dynja, unë kom jap sigurinë ditën e kiametit. Allahu na jap siguri ya rabbel alamin. Sa më shumë robit dashurit e mi ka ikhlas, ka sinqeritet, Allahu në ditën e kiametit do t'ja shto sigurinë. Pastaj një kategori tjetër e devotshmive që se devotshmëria është shkollë. Shkollë. Allahu dikon e ka bo do të thotë që po e përmendin në rast me kallësi ibadetet janë lloj-llojshme. Imam Malikit I ka ardhur një ditë një xhamatli. Përpara tash në zamonin ton smerat vesh kjo. Se na I lëm dritat edhe në parobar në për rreth shtëpisë, ja qesim ato lledhat mu dok bukur shtëpia vdon me drita. Përpara s'ka pas. Jon kon me fener. Kur odhes në shtëpi fenere kanë marrë vesh që me fal namaz natës. Edhe ka ardhur një xhamatli. Si me dash me nxon ngusht Imam Maliki nga thon, o imam nga thon speshoj dritën dhe dhe demek s'po falesh natën. Çai ka thon Imam Maliki? Ka thon o rob I Zotit, Allahu I ka bon njerëz me pas lloj-llojshmërinë në ibadete. Dikuj Allahu thot ja ka hap derën e xhenetit përmes namazit natës. Dikuj përmes agjerimit e thot mu inshallah taala kom derën e xhenetit e kom ka ilmi. Ja mos më merr me muti se ata mërmendja se fal namaz natës Imam Malikja? Wallahi është fal. Billahi o fal. Po ati I ka hi mendja se njerëz të dijes a uton, sa ma shumë kanë dije, ata shkojnë të I mshef punt. S'kan qef mu I pas, I morin vesh vallahi as familjar të një kom kalzuaj Hasan ibn Sinan. Thot gruja e vetë, mashtroj ke thot sikur se e mashtron nana e vladin e vet kur është në gjumë. Ti ke pa nanat kur na kon të vegjël edhe neve na ka bovaki. Po bo nana kur po flen me çtin gjumë ty. Po. Thot Hasan ibn Sinani, gruaja vet thot për Hasan ibn Sinanin, thot u bëj ke koshën po flen me mashtru mu. Thot si u bëj I fshel shasit ku çe ke me fal namaz natës. Pi grusi kanë shel namazin e natës. A do pineve të krevës besava. As komplet mirë natën. O, mblau haqibov, mblau se të hitë pëtofti, smuhësht tani duhet me t'jepi një këcije, doktor Gzimi me orë me t'jepi një këcije. Haj tjetëri e hone, e di shok që pi kafe filoveldi, kësh kalullit me ta. Haja, duhe pi, ja, a do me kohë, ja, një 50 herë, ja, be, agjerushim, jo. Po ti çka po shkan Allahti? Pse po shkan aty kur ja gjerushëm, mos shko ku ka buka, ku pihet. Rruja duhet me rrujt sifatësia dashurit e mi punë keqe. I asgjëson veprat e prish veprën sifatësia. Da jon tu fal vetëm, kul huwallahu ahad, dum dera amma yatasaelun, kul huwallahu bot amma yatasaelun. O I dashur jam, punë bëni për Allahun. Wallahi billahi, Allahu e donë ma shumë pej neve, një kul hu Allah me sinceritet me këdu, se këtë bekaret me këdu, me thonë që me këdo në bukër e pas ka mësu e pedine. Ma mirë me këdu një inna atajna kel kauthar, po për Allahun. Allah që shtu I donë pej neve, të sincerta, të pastërta, wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ddin. Nuk janë urdhru me diç tjetër veç ta adhurojnë Allahun me çka? Me sinceritet. Kategori tjetër në ditën e kiametit dashurit e mi që kanë me pas siguri, është edhe ai hadithi I madh, unë po them, Zoti na bof për të ne ju thuni amin. Jo 7 kategori që kanë me hinë arshit Allah subhanahu wa taala. Është hadithi në Sahih al-Bukhari wa Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Thot Ebu Hurejra, thot se ka thonë pejgamberi alayhi salam, 7 kategori Allahu do t'i fut në hijen e arshit ti atë ditë kur nuk do të ketë hije pas hijes arshit ti. Veç një minut, stop hadithin.
Çka është dita kiametit? Thot transmetuesi, thot, nuk di, thot. A ka thonë pejgamberi s.a.s. se dielli do të vjen me llogari para Allahut, është larg kokave të njerëzve 1 kilometër apo 1 milë. Nuk di a ka thonë 1 kilometër, para mendo çu ky dielli që na e shohim me këto prallat e këtyre astronautëve. Sa i këta tha me çka miliona largo, thoshte e kanë shumë metrën e ka mot ky. E ka mot. E as larg e ka shua auto tha. Ama që ky dielli dashur jam, që larg është po shybe që është larg, s'pe kontestojmë to, po Allahu s'ka thonë që kash larg, me pa thonë na kishim thonë. Na thojmë dielli është krijesë e Zotit, e shohim, pse zamoni do të gjësh ka puna do të dikush se ndioni njëri tha dielli tha nuk nxen. Këto muhabete kur gjë s'bëj dobi të Allahu. Na e shohim që po nxen. Edhe dim që ai që i thot ki me nxe është Allahu subhanahu wa ta'ala. Ama që ky dielli dashurit e mi, që e në ato ardhë kavera, tash kur t'jam isë nxeti, në kapë nxeti, mule me nëherë klimat me shu, ditën e kiametit vjen me llogari. E mbi kokat e njerëzve është 1 kilometër apo 1 mile. Pejgamberi sa thot si pas gjunohave njerëz nisin ndirst e tëne me i mbulu. Dikuj ndirst i shkojnë deri te zogu i komës, dikuj deri te gjuni, dikuj deri te beli, dikuj deri në fyt, dikush zhytet krejt në to. Çet ditë vështirë, Allahu i veçan robët e tij, 7 kategori. Mundoh pishtin e shtatëve krejt me i pas. Po mos i pas do bile milionën dush me gjetë se jon të arritshme jon. Tha 7 kategori Allahu do t'i fut në hijen e arshit ti, atë ditë ku nuk do të ketë hije përpas hijes arshit ti. I pari, el imamul adil, prisi i drejt. Këtu ka për qëllim el imamul adil, prisi i drejt, udhëheci i drejt. Po ti mundesh më kon imamul adil, prisi i drejt më kon shpe. Ti e imam i shtëpis. Mo boj drejt me gruan tonde, me fëmijët tu. Imamul adil, prisi i drejt në punë, menaxherat. Selam për menaxherat, kanë erdhë vojon do si Allah i boft rahmet, dje kanë hunger. Kanë pirë asaj. Alo era asaj vjen. Tash o menaxher, tip i bërtet ti. Sa më thushti më kon biznesi i ti. Tash para më thosh, më kon biznesi i ti. Ai më kon ai pronore. Ajo është argati ati shefit. Amat ka bu Allahu për gjets ty. Ki në kontrol t'i kanë. Bohu i drejt. Trajtoj njerëz me drejtësi. Nëse dënë me hinder hije në arshit, atë ditë ku nuk do të ketë hije tjetër përpasisht të arshit Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot o shabun nashafa ibadati rabbih. Dhe djali i ri që është rrit në Islam. Djali i ri që rrit në Islam. Ka me hinë nesër në hijen e arshit Allahu te baraka wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ani njeri që zemra ka të lidhur me xhami. A po shau në kur thash ti të mundsh, pa këtë çka i përmend ajo nuk është asnjë me vëllë vasmoj. S'ka po Zoti me kon pris. A mundesh me lidh zemrën për xhami? Çka hiç këtë që to çfarë sa të tjerat janë të lehta? Po çka është sa? Me lidh zemrën për xhami, po, ama për me lidh zemrën për xhami duhet me dash Allahun. Se kur e donë Allahun, ke me i dashtë edhe shpite Zotit. Jo me kalu ka xhami, hajtë se shkrej, po i ka, hajtë se e fale namazit tani. Ja. Sa që kjo e zemra lidhën për xhami. Zemra lidhën për xhami është që kur ti ndihet fjala xhami, ati i bën zemra tak. Se din që o vendi i rahatis, o vendi i knatësis, o vendi i qetësis. Pastaj thot, wa rajulani tahaba fillah, ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Dhe dy njerëz duhen për Allahun edhe ndahen për Allahun. Edhe ka leto. Me dash për Allahun, leto me dash me. Vesh të ndikon për Allahun subhanahu wa taala. Ren me shokin se e don për Allahun, për iman. E don për Allahun, po edhe Zoti na rujt me bë me ushkel kufit Allahut, duhet mundoh për Allahun te bareke. Wa taala wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah. Dhe një njeri që e thret një gru e bukur me autoritet, e thirr për punë çka të këqija, thot i tut në Allahut. Thot wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Dhe një njeri që jep sadaka
me dorën e tij djathtë se ti në majta çka ka jap. Edhe e fundit wa rajulun dhakara Allahu khaliya. Edhe një njeri që thot kur e përmend Allahun vetëm fadat aina lëtojnë sytë e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë 2 lloje të syve si prej gjallit të xhenemit. Ainun beket min khashyatillah, loti që ka qajt, syni që ka qajt për Allahun, edhe syni që o pluhuros të luftun rrugën Allah subhanahu wa ta'ala. Këtë dytën s'na mbon. Sa është e ronë, s'part i ronë është. Hama që të parën që e përmenda, wallahi du të me mësu njeri vetën me kajt për Allah subhanahu wa ta'ala. Me pas një moment kër jeti vetëm me Allahun edhe Allahu dënë pe i robit kër robi qanë. Dënë Allahu pe i robit kër robit i lëtojnë sytë pe i frikës ndaj ti. Allahu na boh pe tëne, ja Rabbel Alamin. Edhe kategoria tjetër, edhe kjo është me kasi, kom se ka përmend shumë, po me kasi me mujt na mishti edhe në punë. Qëto? Kategoria tjetër që kanë sigurin nesër ditën e Kiametit edhe hinë në ato benefite që ka i përmendem të ajeteve, është ata të cilët hecin me nevojat e vllaznive të vet. Edhe jau plotësojnë zbrastirat e tyre. Ati sa njeri ka nevojë. Ka një herë na pritojmë, o burr, ati sa punë të madhe kanë nërmuar me një telefon. Të ka jep Allahu autoritet. Të ka jep Allahu të njofshëm. Kry punë njerëzve. Me një telefon. E lemo me shku me janë ndihmu do më thonë me vepër. Me vepër. Që shë pejgamberi s.a.s. Wallahi këj hadith du të me në nëzit. Me në nëzit. Fort. Thot pejgamberi a.s. Men nefese an mu'minin kurbeten min kurabi dunja nefese Allahu anhu kurbeten min kurabi jomil qiyame. Thot pejgamberi a.s. Ai që ja largon vllaut ti besimtar, ja largon vllaut ti besimtar, mu'min, një gajlje pej gajleve të dunjas, Allahu kom ja largu këti gajlet e ahiretit. Apo don ditën e Kiametit me pas siguri, kur të ndinë që në vlla musliman ka nevoj me ndihmoja, mos të prujmë punën na që aj me pa nëse na ti që që na bu kanë ere. Për me shku me ndihmu dikuj, du të me pas grun të palic, djallin qarë, që shtu du të me shku me ndihmu, që anë e thesmilja që o. Mos t'i bojmë na fukaratët dashurit e mi, me qita ta fukaralokin e tjone, tani kër e qëtë dikush fukaralokin e ti, i hup edhe digniteti i ti. Po ndëgjan se një vlla musliman i ka punë të keq, e ti mundesh me ndihmu, shka ndihmoj autan. Branda mundësive tuja. Allahu e shën ndihmën tonde. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nëse robi, ndikoj pash Allahun që ta ditë se shumë është i madh thot, nëse robi gjyshurme e jep sadaka për Allahun, nesër Allahu çat gjyshurme e basa kodra e hudit sadap. Ku shokon në Medinë ka pa kodrën e hudit sa e madhe. Gjyshurme. Po me shku me aqu një hur, po me aqu një kilogram, po me aqu dhe tombel, po me aqu dhe buk, po dhe këta, po dhe këta. Qëto duhet me në nëzit me punu o dashurit e vi? Qëto duhet me në nëzit me konë hizmet njerëzve? Pejgamberi s.a.s. thot, khajrukum, anfa'u linnas, maj miri pe juve është ai cili është maj dobishmi për njerëzit. Për Allah në pyte vetën, ti vetën edhe në vetën. Sa jena të i bo hizmet vllaznive tonë? Sa jena të i bo hizmet vllaznive tonë? Vas po di, hetë së bërët e hoxha, hajtë të në këtu, hajtë se pasha zoti s'ki pare, sa në konvende ku du të miqu. Të ka zej s'ki nevojsh me i përpare, jo, të e puna adresën vetëm, që fi në vendin e kia tje, shko se e këzën zemrën e këzën. Ja këzën zemrën e dashur jem, ati qëfar kënaqësi është kur e shkon ti edhe ja qën një njeri të shë dalin fëmit pasha Allah, nisha një herë për hera me një vlla musliman, shkum, delqin ata fëmit me pa që këte ishin pejgzimi dhe shama një rabbi, mu të kështë mi pa fëmit e mi që të shama. Qështu du të me i këshura, u thanë.
Edhe po amanet po, pasha Allah, po se kom thonë disa apet po thëmë, i blenë fëmijëve të në Alpë s'ka, mësi që sala qëmë fëkaras. Kur ti qëmë fëkaras që e si fëmijëve tu që e kishu, Alpë s'ka. Tash, mëse, a hojë, a zbëti, o nuk po fëmijëve, pa eduko me vetën. Jo, dhe mi au po të fëkarat dhe paketa, ato paketa Allah i po framet, mi thonë, a i hambre familja jote që tu? Do thonë makarona që me ta hinë kry me të krytë dhem. Pasha Allahin po, une pak mi do këtë si humar, vallaj që kjo realitet. Ama na kur t'i këshyrim njerës, t'i trajtojmë, u thonë, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. S'ka besu askush për juve përderisa se ja don të mirën vllaut vetë që ja don vetes. A e pin vet jo, asaj se pin. A Allahu zar, Allah që shtu i ka gradat e larta xheneti për me hyp atje në Firdaus, nuk jetë Firdaus me bi bakhs, me sandin mat ul me nishment ul. Ja. Sa Ibn Qayyim kur e përshkruan xhennetin e ka një poezi të bukur thot, ç'e përshkruan xhennetin thot, yasil atir rahmani lasti rakhisatan bal anti ghaliyatan ala al-kaslani. I thot Ibn Qayyim xhennetit, malli i Allahut thot, o malli i Allahut. Se xhenneti o malli i Allahut subhanahu wa taala. Yasil atir rahman, o malli i Rahmanit, lasti rakhisatan bal anti ghaliyatan ala al-kaslani. Pa ti je shumë i shtrejt, nuk je i lirë, je i shumë i shtrejt për kënë? Për dembelin, po për dembelin, po, shumë shtrejt është. Amaj që e beson gjennetin hak, Wallahi billahi autan, për gjennet, pasha Allahun autan, kër robi e kuptan, gjithë qka jep, kof nevoja dhe shpirtin e për gjennetin. E jep shpirtin për me hinë gjennet, se gabova thash, e jep shpirtin për gjennet, se zbon shpirtin me e për gjennet. Që apë shëta shurën vim pyqet mu. Me thonë e jep shpirtin për gjennet, qka problematika shtu në akide, kush din me ma spjegu? Është kofër. Kofër është. Se shpirti si jepet për gjennetin, shpirti jepet për Allahun. Unë namazin me bëj për gjennet, zbohet me bëj namazin për gjennet, ne bëjmë namazin për Allahun. Kjo është një mesele e imt. Apo nuk është mesela e imtë me dhe jo, imtësi që duhet me e këshyrë mirë, detaj i madhë. Ata që hecin me problemet e vllazëve të tëne, pejgamberi sasëm që shtash tha, ai që ja largon një breng besimtarit, në këtë botë Allah do t'ja largoj brengen e ti në ditën e kiametit. Pastaj, edhe për fund se e përfundum me këto, është ata të cilët ja u lehtësojnë borxhet borxhlive. Kanë me pas një veçuri në ditën e kiametit. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin në Sahih Buhari dhe Muslim, thot kana rajulun yudayinu an-nas, fa kana yaqulu li fatahu idha atayta mu'siran فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا الله أكبر قال فلاقي الله فتجاوز عنه الله أكبر. Ka qenë një tregtar i cili ka bot tregti, kur e ka bot tregtin e tij ka bë me borxhe, ju ka borxh njerëzve. Ka ardhur dikush me marr mall pi ti, ja ka me borxh. Thot i ka thonë shërtorit ti, kur të vjen ndonjë skamnor, që ka marrë borxh diçka, te i kaloja borxhin e ti. Me një qka, që inshallah Allahu na fal neve. Thot kur e gjaftëgaj Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah e fali këtë rab. Shësa e lejt? E lejt, vallahi billahi. Edhe për fund se thash, që s'moj këto, po e ka për qëta dhe një 2 minuta shtu. Edhe kjo është se këna nevojitet. Jetojmë një koku, dinamika jetës, po na bën ka njerë dhe ndoshta me dal pi vetë vetës. Po di mu bo ka njerë dhe të egrë, është për me në një tjetërin. Ata që e mbojnë mlefin e tëne, nesën ditën e kiametit dashurit e mi, ata kanë me pas qka? Mimbera. Podiumet tëne, mimbera prej nurit. Pa dyshim dashurit e mi, njeri ka situata në jetën e ti.
Nuk është jashtë normales njeriu ndonjëherë mundesh edhe më bon nervoz edhe ti e dhone. Ka njerë bon vaki, të vjen dikush që e ki shumë të afërt. Shumë të afërt, ai mund të më konë vllavi jot, baba, nona, gruaja, e vladi, të qet pi vetës, të qet me thonë nga njerë një fjallë që dush, që shë thashë në këtë fjallë. Pse se, që shtu e jeta. Ama, na du të me ushtru vetën, me mbajt hidhrimin. Me mbajt hidhrimin. Se Allah thot, wal kadhimin al ghaidha, wal afina lin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Thot, ata që mlefin e mbajnë mlefin e ti. Edhe i falin njerëzit. I falin, jo veç me mbajt, po edhe me i fal. Thot, Allahu i don vepër mirë, ka anë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me këta e përfundova, thot, men kedhe me ghajdhan, wa hua yaqdiru an yunfidahu, da'ahu Allahu ala ra'usil khalaiq yawm al-qiyamah, hatta yukhayyirahu fi ayyi al-huri al-'ayn sha'a. Kush i don gratë. Dhe ke po, këtë dytë në muhabet, grunë e dytë, grunë e tretë, grunë e katërt, kurd. Qa, dënja, dove kur i thoka, për dënja keni kryti në gjennet. Qa e thot pejgamberi s.a.s. Thot, aj që e mbon mlefin e ti, ka mundësi, mlefin e ti, do të thot, qka me shpërfaq, edhe i Zoti më ndajt në bas shpërfaqjes, pa e mbon për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu thotë nesër në ditën e kiametin, prezencën e këtë njerëzve, e thirë këto, edhe i thotë, hajde zgjedh për hyria dhe qa pëtën. Zgjedh specifik, veçuri, e këtë në robëve të Zotit, Zotin na boft për të në ja Rabbel Alemin, atu ka kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem gabo për shejtanit dhe për meje, kështu që ma bani halal, e kom zot një 6 minuta, po, ma bani halal, ja u kompenzojmë ligjeratën tjetër, nuk e mbojmë 45, e mbojmë 40, qështu, ka i herë 35, po, unë e kom një të mirë, ju lëshej ka herë për para, po i mbojmë men, kështu që baraz jena, asu në hak juve, asu ju mu, zot ju rujtë, Allah është problem.